kanalin tim. Plasa njerëz, për ju mirë se erdhët në një tjetër vlog, mas kjo jam unë, që bashkë me kameramanin, tipo kameraman, pse ke fiksim të filmosh poshtë, bashkë me shoqen time pas kamerës që ende nuk e njihni dhe nuk do t'ja tregoj, do ikim në aeroport. Sot kemi për të realizuar një video e cila është bashkëpunim me Skycopin edhe do lumturoj të gjithë ju që ju është anulluar fluturimi, ose ju është shtyr me më shumë se 3 orë, e kemi menduar një ide, bashkë me shoqen time të dashur kamerës, që ju nuk do ta shikoni kur. Jo, apo do të shkojmë 200.000 subscribers që ju ta shikoni. Do ikem ta bëjmë videon sepse gocat e mia bukuroshi po flejnë edhe po rrinë me gjyshen edhe ne duhet të nxitojmë. Do sistemojmë pak se plasa vape edhe ikim. Hajdeni, kështu është ky vlog më sot. E ka parkuar mamucën diku makinën dhe unë nuk di kjo makinë. Kush makinë? Poshtë? Te koshat, okej. Ikim. E di si po më kujtohet vetja në Oman. Atje bëja kështu gjëra shumë të bukura dhe kreative. Hajde, kameraman. Atë më është. Ka marrë bukë me vete, ujë me vete. Këta sakrificat videove në Instagram. Prandaj ju lutem një like, një comment, një share, subscribe këtu te kanali, të shkojmë 200.000 dhe të shikoni se kush është pas kamerës time. Kush e ka zëvendësuar Evën? E shikoni këtë? Ky është barku, po unë nuk e vura barku se s'kisha nerva se kam shumë vap, edhe mora kështu si stres, me që s'kam stres. Shumë kreative. Shikoni dhe qizët e babagjishit. Kam veç aksat e mija, edhe ju kam vendos të lëkurën sipër. Qani në komente, duhet të më thoni brava, disa se rikëtër me energji të reja, dhe kjo, falë, e dini se shfaqë kujnë, hajde. Baba gjishtë që të shkër qikë pasta? Ja, s'kargjë. Nikolaus? Ja, 2,8. Ja, aber 9 Monate. Schön. Haben Sie gesehen? Okay, schönen Abend noch. Oli njerëzve të bëjnë subscribe. Schönen Abend, tschüss. Ciao. O, Santa. Ky është ai kopsiu që ju kam thënë që më flet gjithmonë. Ka ardhur Besa, ka lind djali, dhe ka lind 5 kg e ca. Do ikim të festojnë Krishtlindjet. Te thash e themet për komshiun tim, që i bërtet mes lagjes. Se i thot si s'ka thor për shembull. Tregon muhabetet nga ballkoni. Gjoj gjithë lagjas. Edhe ikim ku? Do nga vishë pjesën të lutem? Ja, vendos. Jo, kam vënë unë. Me Maserati. Me Maserati. Prise, tani po nga vi një Maserati ri. Edhe do bëjmë babagjyshi vetes. Se Maurica është babagjyshi. Ditëm tani në aeroport. Edhe nga të dalim, bajmë këtë makinë. Hajde një pjesë që ka shkallë. Hopa! Ka bërë ftohtë. Jam bukur, ta shikoni që parë në për shpi kur po bëjsha gati, mjekra mishte në gjithë të mbrapa. Edhe po ecja që si bukura është e në për shpi. Zdo, kërë shkallët. 5.5 euro vetëm ora parkimit. Për dyshi. Jo njështi, se ishte 8 euro. Në ashensor? Një rajtë të rojtë. Santa me i bukur në botë. Dhe dalojnë atë njësë që kjo është barku? Ja. Që supozoj ta kisha barku? Ama se vdiqa me bark kam nejtë 9 muaj, 30 tani duke bërë video me bark. Edhe po ta shikoni një nga videot e Skycopit që kam bërë, ka qënë 7 zane, më duke të dyja, jo një, vetëm e 7 orë. Tani të bërë qik bukur. Qa ere? Që shkjo ere? Kuna vina shëndori, zbrita me shkallë, po vjen edhe kjo muzika. Përveç erës, gjëtë, po mos të azur jam, të këtë muzikë. Frishme. Qa ere? Santa në përtanane. Po. Jam ullur këtu edhe përbëj gati gjërat, edhe nuk më vjen tur fare. Vjen i qik tur, por që
dhe dalim të bëjmë një video shumë bukur, se vërtet kam dëshirë që ato kompanitë që bashkëpunojnë me mua edhe të kënaqen. Të marrin rezultat nga puna ime, unë t'ju bëj video të bukura, video kreative, sepse realisht tani kam shumë vullnet dhe këto janë materialet që kam marrë me vete. Mund t'ua kem thënë në këtë vlog mas shumë herë, por jam shumë e lumtur kur unë në rrugtimin tim kam mundësi nga bashkëpunimet e mia t'ju jap gjëra që të përfitoni edhe ju. Kjo është një nga qëllimet e gjithë rrugtimit tim në influencë. Në botën e kujt? E famës. Në botën e... Sot janë si di pse unë më thonë... Qa dishe me thënë? Jo, e umba dhe unë tënë. Kaq, okej, e keni kuptuar, do më thënë... E kuptua do njërës. Tani jam këtu, duhet bëhem gati, duhet ngrihem, por realisht duhet të gjem një fluturim që është anulluar sot. Po unë po shikoj atë departures që është tabela, edhe nuk ka si fluturim. Nuk e sigur sot janë fluturu, kanë fluturu gjithë, kanë baru fluturime. Këtu? Ja, këtu. Po thuajmë jo gocë? Kajne. Hajde. Nuk e për të bërë asgjë më shumë se të plotësosh një formular për 5 minuta. Edhe baba gjysha u kthye në shtëpi, edhe do iki shpejt sipër te shtëpia si më ka marrë malli shumë për gocat e mia. Këtë jam shumë kurioze si Niki dhe Lora do jenë me kamerën. A do e duan apo jo? Me që gocat po flën, unë po përfitoj nga koha, bëra qik flokë me Dyson, edhe do lyem që t'jem gati për çfarë do lloj video që të bëjmë sot, ndërkohë edhe po pompoj. Kem qumër sepse kur dal dua shumë që të kenë gjithmonë qumshtin tim. Jo gjithmonë ja dal, por të paktën sa herë mundem. Nuk i kam bërë ndonjëherë gjërat më shpejt se tani që jam me fëmijë në jetën time. Shumë gjëra që nuk i bëja dot as me 2 duar, jo si bëja dot, po përtoja, tani pas lindjes si bëj me 1 dorë. Në njërën dorë mbaj një nga gocat, pastaj dorën tjetër bëj punët. Kapë edhe të flokët si kështu, janë arritur flokët shumë, ama vazhdimisht më bien. Për Black Friday mora disa produkte nga Huda Beauty, por do t'ju tregoj 2 lapsat që janë yll. Edhe ja kisha qelluar edhe me numrin. Terracotta, ndërsa tjetri është Bombshell Pinky Brown. Terracotta edhe Bombshell Pinky Brown. Janë shumë të bukur. Do të shtypim moshastarin. Ku jemi tani? Për dysh të shkojmë në Olga. Jam mirë duke. Sot kemi sfidë. Kam ndërtuar karrocën për herë të parë në jetën time. Hera parë që ndërtoj karrocën, hera parë që provoj se Giorlino si karrocë. Domethënë çdo gjë sot e kam për herë të parë. Jam shumë e lumtur për posë vështirësive. Jam e lumtur po thoja, e dini pse? Sepse më në fund nuk dalë më vetëm, po kam 2 shoqe me mua edhe o zot i madh, vetëm gjërat bukura mendoj kur të rriten edhe kur të bëhen për mendim për mua, për shoqëri me mua, nese. Këta janë ëndrat e mia të së ardhmes edhe dorëzohem unë nga vështirësitë. Po ta vini re, unë them kjo gjë e vështirë nuk do më lë mua pa dal nga shtëpia. Përkundrazi, unë do t'i marr më të mirën. Mami tutën ti? Apo gojët? Neve për 3 ditë do na vi gjyshi nga babi, do na vi dhe Daja, do na vi dhe Xhaxhi. Kemi vizita. Edhe unë po mendoja që njerëzit që vijnë vizite ne të marrin edhe një dhuratë të votkën nga Lorraine. Ndjesha kaq pastër me kostumin e bardhë derisa pash këtë. Shikoni si çka ka ndodhur. Ku ngjita, ku e bëra kështu, një zot e di. Jo, kjo që ka mirë. Shikoni pak se çfarë kam gjetur, kapuça me My First Christmas, krishtlindjet e mia të para, 2 deri në 3 muaj, edhe ka një të bardhë edhe një të kuq. Dhe kombinuar po mendoja me këto. Shikoni. Sa bukur! Ka gjithashtu shumë çorape të ndryshme. Thjesht duhet jem e qartë se si do t'i vesh, si do t'i kombinoj. Ka edhe kështu gushore, edhe pse këto nuk i përdorim shumë ne. Kjo këtu është gjëja më cute që kam parë sot. Imagjinoni 2. Ja, mos imagjinoni fare se ju a tregoj unë. Për 2 gocat e mia. Te janë pupa të vogla, e dini që gocat e mia nuk kanë asnjë palkpuc të blera nga unë, se kështu dhurat kanë ardhur. Shkoj mirë, e kemi mbaruar një kat me sukses, kemi radhën e katit tjetër,
Se deri tani, suksesin e kemi patur që jemi mirë, nuk po ndodh ndonjë problematik, gocat janë të qeta, por s'kemi bler asnjë që edhe unë kam harruar edhe xhupin në shtëpi, kam dalë pa xhup sot, se të paktën kisha dalë jashtë se është një dyqan shumë i bukur që mua m'pëlqen, por s'e di si doja bëja, do riskoj edhe aty apo jo, se nga mas se smurem edhe kush do kujdeset për gocat e mia. Nëse do më pyesni lidhur me qumshtin, shikojeni e kam këtu. Tani që po afron ora që mund të zgjohen vajzat, e ndeza për momentin është 13 gradë, edhe do ngrohet vetë automatikisht, typa butonin në të djathtë deri në 37 gradë. Zgjidhja ka marrë edhe biberonat me vete. E bëmë videon e Skycopit në aeroport. Doli shumë e bukur, por problemi është që Skycopi, atë fushatën që unë e promovova, që është një lajm shumë i mirë për të gjithë njerëzit që kanë humbur fluturime, e ka shtyrë. Dhe unë nuk duhet ta them atë fjalin, kështu që unë do bëj një video tjetër. Dhe po vishem tani, po ka një problem që kam humbur pantallonat e babagjyshit, kam humbur çizmet e zeza, mjekrën dhe kapuçin. Edhe ka ngel vetëm ky dhe po e bëj fustan tani. Babagjyshja. Që ta ribëjmë këtu në shtëpi, nuk kam më kohë t'iku në aeroporteve prapë edhe një herë. Se e mbarova videon më në fund, uroj të ketë dalë mirë, se e çova për aprovim edhe do presim nëse ma konfirmojnë apo jo videon. Çfarë kam blerë unë sot? Ndër të tjera, se pakon që u kam bërë njerëzve që do na vinë, nuk do ja tregoj, se do e shikojnë videon edhe zbulohet, por kam marrë Gingerbread House. Këtë vit nuk kemi ndërtuar Gingerbread House, po e kam blerë që ta vendos gati, edhe futen këtu biskotat, si sa e bukur është? Do ta vendos për zbukurim. Më bërë gabim. Shumë. Okej, kjo është gjëja e parë. Shapka, këto po i shikoni për njerëzit që do vinë, kam marrë për të gjithë shapka për shtëpi. Edhe pijame, që ja tregoj si ide, kam marrë gota të bukura, këto, dekor. Dhurata, kam marrë 3 copë, tjetra. Dhe janë 2 ëngjëj të tillë, që është Lorraine edhe Nicole. Pijama, kam marrë edhe një pak pijama për Mauricion, por Mauricio akoma si ka parë. Vazhdoj unë me... Bravo, mami, bëj gatra se bën shumë mirë. Po, vazhdoj me blerjet për Mauricion edhe Mauricio akoma si ka parë. Mauricio, hajde shikoj këto pijamet. Ja priprise. Më vënë se më ka zënë buka, mirë. Diçka tjetër, jo, këtë diçka tjetër do shikoni pastaj, po shikoni këtu. Kur bëra eventin e Joy Buy, që keni parë te TikToku im, po edhe pak fare kam hedhë në Instagram, aty takova shumë njerëz nga ju edhe pse unë lajmërimin e bëra shumë vonë. Po prapë erdhën shumë njerëz edhe unë i takova, por një nga njerëzit që erdhi, një vajzë e cila e ka emrin Evi, më solli këtë dhuratën, po kur ju them që unë e nxora lajmërimin vonë, e nxora vetëm gjysmë ore ose 45 minuta para se të çoja, domethënë kur isha në autostradë duke arritur atje. Edhe ajo kishte gjetur kohë, jo vetëm të vinte, po edhe të më sillte dhuratë për gocat, dhe shikojeni pak sa të bukura. Më ka sjell bati me zemra për të dyja njësoj, dihet kjo gjë. Ja. Edhe ishte një gest shumë i bukur që unë e kam falendëruar në Instagram përballë, po do t'i them faleminderit edhe këtu në YouTube, meqense do t'i hap, do t'i laj, do t'i sistemoj dhe rregulloj. Kur erdhëm këtu te shtëpia, unë kam vendosur, e keni parë më duket, diku ju kam thënë që kam dhënë ëmbëlsirat e pallati për kur erdhën këto bukuroshet e mia. Edhe njëra plak, do një zonjë, e cila... Frau. Një frau. Më dalë të ashensori dhe më tha kam 2 dhurata, po çokollatat që kam dhënë unë janë të dyja çokollata me emra, me të dy emrat e gocave, të personalizuara. Edhe shikoni çfarë më ka dhënë për gocat e mia. Këtë arushin, janë të dyja njësoj, edhe këtu, edhe më ka dhënë dhe këtë gjën tjetër, që ka paketuar që mua do të më duk si gushore dhe besoj se është gushore. Janë gushore, po me babagjyshin. E bukur. Po si që thash ne gushorat nuk e di pse unë nuk i përdor shpesh. Para disa javësh, kur kemi ardhur në shtëpi nga materniteti, ai burri që unë po flisja në video, që është komshiu gati 3, jo i gati të parë, mori gjithashtu ëmbëlsira për vajzat. Dhe na solli ne po ashtu dhuratë për vajzat, edhe unë i kam vendosur lart që do t'ja tregoj se çfarë ka sjell. Hajde.
Më solli dy pakon që unë ja i kam shpaketuar, por njëra e kam shpaketuar, i kam vendosur kështu si ishin të dyja njësoj. Ja qa ka sjell. Ka sjell të dy komshit të njëjtën kukull. Më janë bërë 4 kukulla, shes kukulla. Ku ka rasti si tash marrëces të njëjtën dhurat kanë bërë. Ja kështu erdhi dhe solli për të dyja gocat. Ishte shumë koincidence e lezetshme edhe unë qesha, kështu që uroj të keni qeshur edhe ju, edhe ika tani se do editoj, do bëj video në re për juve që asnjë nga këto 10 vlogmas të mos mungoj apo t'ju vi me vonesë. Ika edhe shihemi nesër me vlogun e radhë. Jo. Ja, dua t'ju tregoj edhe këtë gjën që bleva vet. Advent kalendari im. Shikoni, kam marrë një advent kalendar. Jeni dakord se ka 24 produkte? Është super advent kalendar, një nga më të mirët e këtij viti, por hajde ta hapim 24-ën. Apo jo 24, hajde hapim njëshin. Wow. Ja ku është njëshi, ta hapim direkt. Do kënaqemi videon tjetër duke hap advent kalendarin. Hapu. Charlotte Tilbury. Blush. High blush. Ja është blush i ja vleti, vetëm ky është diku te 30 ca euro. Kur je me fat në ca gjëra, edhe më tha jo vajza që ne kemi, sepse pa dashur në magazin kishim harruar 30 cope dhe i kemi nxjerr sot me 30% ulje. Kur i pash aty thash të marr më shumë, por thash që dua më shumë, vetëm bëja ndonjë dhuratë. Çfarë kalendarin që do e shikojmë të plot tek video e radhës. Ika tani, ju puç se njëra po qam këtu. Kus po qam? O Niki. Ikëm tani. Paqem njerëz, ju dua.